Zëvendës kryeministri Bekim Sali thot se vendi ka përkrahje maksimale nga Bashkimi Evropian për integrimin e maqedonisë së Veriut në BE. Ai madje tha se edhe VMRO-DPMNE është e gatshme dhe ka vullnet për t'i bërë ndryshimet kushtetuese, por ka nevojë për sqarim dhe garanci. Qenë më të qartë edhe nga partneri koalicionit ka vullnet për ndryshimet kushtetuese, mirë po ka një nevojë për sqarim dhe për një garancë të tipit të përfundimit të kushtëzimeve ndaj shtetit, lidhur me integrimin evropian. Gjithçka që thuhet rreth kësaj, jashta kësaj është vetëm zgjerim i temës. Si ministri për çështje evropiane, Sali tha se janë duke punuar intensivisht në agjendën reformuese, e cila ai tha se është në interes të qytetarëve. E për këtë, ai tha se kanë bashkëpunim me të gjitha institucionet, të cilët janë të lidhura me ligjet të cilat vendi i ka pranuar gjatë marrëveshjeve që i kanë nënshkruar me Komisionin Evropian. Ndërkaq, kujtojmë se kreu i VMRO-DPMNE-s dhe një herësh kryeministri Christian Miskovski në deklaratat e tij sa i përket kësaj çështje është treguar i prerë, duke theksuar disa herë se përderisa ai të jetë kryeministër, pa garanci asnjëherë nuk do të votojë ndryshimet kushtetuese.